Përshëndetemi sërish në Fokus, shikues të nderuar në këtë maraton të fushatës elektorale që po shkon drejt fundit dhe me kandidatët për deputet. Kam kënaqësinë të rikthehet në këtë studio kandidatja e Partisë Socialiste për deputetën në qarkun e Vlorës, Briseida Çakëri. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma Ermal, shumë faleminderit për ftesën, mirëmbrëma të gjithë qytetarëve vlonjat. S'dukeni fare e lodhur nga fushata, jeni super në formë. Të rinjt kanë shumë energji, kjo fushatë është më shumë për të rinjt, besoj. Zënja Çakëri, si po ecën fushata e Partisë Socialiste në përgjithësi, por edhe fushata juaj personale, që tashmë po shkon drejt fundit? Fushata është shumë intensive, ju kam thënë është çdo ditë vetëm me takime, fillon qysh në mëngjes herët edhe deri në mbrëmje. Normalisht edhe takimet me grupet e interesit, për të dëgjuar ato çka ne mund të bëjmë më mirë, por është realisht shumë intensive. Dhe sidomos të ditët e fundit nuk kemi asë një minutë për të humbur. E bukur si eksperiencë, apo jo? Është shumë e bukur, realisht po e shijoj shumë, sepse kam një mikpritje shumë të mirë nga të gjithë njerëzit e thjeshtë, dhe gjithashtu edhe qoftë nga biznesi i vogël dhe nga student, nga pedagog, nga grupet të ndryshme interesi që të bëjnë të ndjesh pak më ngrohtë. Ju dhe familja juaj është angazhuar me shumë fushata në fakt të Partisë Socialiste, por kjo është ndryshe, apo jo, edhe për ju, e ndjeni dhe më shumë, ka më shumë emocione? Fushata ka filluar shumë intensive, normalisht ne kemi bërë fushat për të tjerët, kemi qenë gjithmonë pjesë e Partisë Socialiste, familjarisht, është ndryshe kur ti bën fushat për tjerë dhe është shumë emocionale kur bën fushat për veten tënde, megjithatë është shumë e organizuar, shumë skematike dhe jemi gjatë gjithë ditës duke punuar të gjithë bashkë, normalisht ndarë në grupe, është shumë e strukturuar. Në fakt, keni qenë shumë aktive gjatë gjithë kësaj periudhe dhe me takime me qytetarët, me grupet interesit, me biznesin, keni shkuar në çdo lagje thuajse të qytetit pavarësisht zonës që ju mbuloni, sepse normalisht do të merrni vota personale dhe duhet t'i prekni nga afër të gjitha dhe ne i kemi pasqyruar ato edhe në median tonë. Zonja Çakëri, ju thatë në fillim që e keni ndjerë pozitivitetin e njerëzve në pritjen tuaj. Është e vërtet, unë kam qenë në pothuajse në të gjitha rajonet, jo pothuajse, por në të gjitha rajonet, qoftë në njësitë administrative, qoftë në zonën e lumit të Vlorës, në bashkitë të tjera, qoftë në Hymar, apo dhe pak në Sarandë, megjithatë, fokusuar mbi të gjitha në qytet. Në qytet, fushata ime ka qenë shumë e thjeshtë, nuk vim me takime të mëdhaja elektorale, me tubime të mëdhaja, përveç ato takime që normalisht janë hapse mbyllse dhe të ndara sipas lagjeve, që i kam shumë të rëndësishme që t'i takoj njerëzit, por mbi të gjitha fushata qëndron tek takimet der më der. Jam një partizane e kësaj gjëje, sepse ti aty arrin të kesh një komunikim të drejt për drejt me popullin dhe është më e thjeshtë, edhe ai ndoshta për të ndarë diçka me ty, për të bërë një pyetje apo për të bërë një bisedë shumë të afërt. Unë jam shumë partizane e kësaj gjëje dhe ka qenë fantastike, kudo në të gjitha rajonet, ne i hapin derën me të drejtën. Qoftë edhe dhe ata që janë elektorat gri, që nuk kanë dashur ndoshta të votojnë, besoj që do të kemi një feedback shumë të mirë. Pra, mendoni që ju nga elektorati gri do të përfitoni apo jo? Pra, keni arritur që t'i bëni për vete me alternativën tuaj dhe me platformën tuaj në këto ditë? Kjo është e vërtet, por mbi të gjitha, domethënë fushata ime ka filluar gjithmonë me socialistët. Unë jam një socialiste, ju a kam thënë gjithmonë 24 karat dhe nuk do ndaloj dhe resht të thëni asnjëherë këtë gjë. Megjithatë, ata edhe elektorati gri ka një vëmendje shumë të veçantë, sepse janë njerëz që mund të mos dilnin fare të votojnë. Është shumë e rëndësishme që të dalim të gjithë të votojnë. Kam bërë biseda me ata, më kanë hapur shtëpitë e tyre dhe kam qenë brenda në shtëpi, ndoshta duke pirë një kafe apo kur ne mund të bëjmë ato bisedat siç ju takon të gjithëve për t'i bërë. Dhe ka marrë shumë përkraje nga ata që kishin vendosur që të mos votonin. Kanë ftuar dhe fëmijët e tyre, se normalisht në shtëpi në fillim gjen prindrit, kemi bërë takime dhe me të rinj që janë sërish prapë elektorat gri, që do të vinë dhe do të votojnë dhe do të kem shumë mbështetje edhe nga ata. Dhe kjo për mua është një fitore, nëse mund ta them në tonjza, sepse të mbështetesh nga njerëz që nuk do shkonin fare të votonin, është vërtet për të kënaqur dhe për të ndier mirë. Ata shikojnë sepse i duan figurat e reja, i duan njerëzit e pa konsumuar. Plus që e kam shumë të thjeshtë dhe më vjen shumë natyrshëm për të krijuar një marrëdhënie të drejtë për drejtë me njerëzit. Këtë anën formale e tregojmë atje ku duhet, por jam shumë popullore. Ndërkaq që ju thatë se fushatën po e zhvilloni në të gjithë qarkun, jo vetëm në Vlorë, ju jeni një qytetare vlonjate, familja juaj e vjetër në Vlorë, e njohur
me mbiemrin Çakëri, por si po ju presin në Selenic, në Sarand, në Himar, pra i keni shkelur dhe këto teritore? I kemi shkelur teritore të gjithë, normalisht si skuadër, dhe ka qenë shumë pyetje, sepse preferojnë, si që citova pak më parë, që të kemi dhe të rinj në politikë. Të kenë njerëz që nuk kanë edhe problemi për të gjërat ashtu siç janë. Unë nuk kam bërë shumë, domethënë nuk kam qëndruar shumë që t'i publikoj këto takime, më kam pëlqyer më shumë që të qëndroj pak private, sidomos në këtë kohë fushate, është më mirë që në disa zona të qëndronin privatisht, nuk i kam publikuar, por takimet kanë qenë shumë intensive, sidomos në zonat e Lumit të Vlorës dhe në njësitë administrative, presin mbështetje dhe kampanjë mbështetje shumë të madhe. Çdo 4 vjet qytetarët i drejtojnë kutive të votimit për të zgjedhur qeverinë, alternativën më të mirë për të qeverisur më mirë, përcjell më shumë të ardhura për ta një jetë më të mirë pra ekonomike dhe sociale. Zonja Çakëri, nisur nga kjo, cilat janë problematikat që ju keni hasur në këtë fushat nga ato çfarë ju kanë prezantuar qytetarët? Tani, një gjë që unë mbuloj shumë mirë është pikërisht fusha ku unë kam studiuar dhe unë vi nga fusha ekonomisë. Kjo fush i prek të gjithë. Dhe është shumë e thjeshtë që ti të bësh një bisedë dhe të dash një konkluzion kur bëhet fjalë për ekonominë, sepse është ajo pika jonë e dobët e çdo qytetari, qoftë në Vlorë, qoftë në gjithë Shqipërinë apo qoftë kudo në botë. Problemet janë të shumta, por jo të mëdha dhe jo të pazgjidhshme. Janë ato problemet e vogla të jetës që ndoshta vinë edhe nga mos informimi që kanë për shembull për të bërë një aplikim, ose të rinjt që kërkojnë vende pune, por nuk e dinë që shteti ose qeveria shqiptare në bashkëpunim me zyrat e punës ofron programe 6 muajore që ata të mund të shkojnë të punojnë dhe të marrin këtë eksperiencë që kur të dalin në punë ose ta kenë mbaruar totalisht këtë ciklin e studimeve, ta kenë si eksperiencë dhe madje edhe paguhen, edhe e kanë të shkruar në CV-n e tyre, sepse shkojnë direkt në administratë. Dhe kjo është një plus, do më thënë, nuk kanë qenë fare të informuar. E kam shumë të thjeshtë që t'i bëj këto biseda që kapin drejt për drejt ekonominë dhe sigurisht kam raportuar dhe problemet vogla që kam marrë zgjidhje të menjëhershme. Një pjesë e njerëzve më konsiderojnë, po themi, deputete dhe më shkruajnë, më marrin telefon me bashkëpunim që kam edhe me bashkinë, më kanë ndihmuar që t'i zgjidhim të gjitha probleme se komuniteti është i të gjithve, nuk është vetëm i Partisë Socialiste. Unë në deputetët që tani apo jo? Sigurisht, unë me konsideroj të qenit deputete, nuk e konsideroj një privilegj, e konsideroj punë dhe duhet ta konsiderojmë të gjithë punë, se në momentin që ti merr votbesimin e të gjithë këtyre njerëzve, ju detyrohesh që së pari të përgjigjesh, qoftë duke hapur telefonin dhe më pas në zgjidhjen e problemit. Nuk ka gjë që nuk zgjidhet, gjithmonë një bashkëpunim që mund të kemi me bashkinë dhe me të gjitha organet kompetente, çdo gjë është e zgjidhshme. Pra, këtë gjë që ju po bëni gjatë fushatës që po jepni zgjidhje disa problemeve që qytetarët ju ngrënë, do ta bëni edhe në Kuvendin e Shqipërisë apo jo? Pra, do ta keni ju atë fuqi për të zgjidhur problemet e qytetarëve, pra ju keni fjalën në Kuvend, të përçoni fjalën e qytetarëve për këto probleme. Sa e fuqishme do të jeni ju si deputete? Unë shkoj aty për të punuar. Në qoftë se nuk do të risha ose nuk do ta konsideroja veten një njeri të punës, nuk do të shkoja fare të bëja këtë, të merrja këtë hap apo të merrja këtë rrugtim. Ky rrugtim është vetëm punë dhe duhet të kesh mbi të gjitha fuqinë dhe të besosh tek vetja dhe të besosh tek njerëzit. Besoj që është thjesht një punë që duhet marrë shumë seriozisht. Do ta kishin fuqinë ose do ta kenë fuqinë të gjithë ata që duan. Duhet ta duash të gjë, të duash njerëzit, të duash qytetin dhe të duash të bësh. Kush do të bëj, do eci përpara. Sepse i detyrohemi që të gjithë, dhe qoftë në bashkëpunim, unë mund të shkoj në parlament, patjetër. Megjithatë unë do ta kam thënë edhe tjetër që unë do të qëndroj në Vlorë. Fakti që ti qëndron në Vlorë, je më afër njerëzve që ty të kanë dhënë besimin. Nuk mundesh që të punosh duke qenë nga Tirana. Mund të përçosh zonën Tiranë, patjetër. Megjithatë, i ke detyrim të gjithë të qëndrosh në Vlorë. Ju jeni një vajzë e re që keni studiuar, por jeni marrë edhe me biznes. Ju keni deklaruar këtë gjë edhe në intervistën e parë që ne patëm sa po dolën emrat e kandidatëve për deputet. Zonja Çakëri, keni takuar bizneset në këto ditë dhe cilat janë problematikat që ata ju ngrenë? Një nga takimet që kam bërë së fundmi është pikërisht takimi me bizneset, madje ka pasur edhe shumë pjesëmarrje që realisht nuk e prisja, sepse akoma jam një kandidate, dhe erdhën shumë ishtisht, me shumë energji pozitive. Megjithatë, ne diskutuam të gjitha ato problematika që i kemi dhe të përbashkëta, se përpara se të vi si kandidate dhe
të kem atë fushën time akademike, gjithashtu unë kam ngritur një punë timen. Është biznes i vogël, po i di të gjitha peripetësitë që kalon. Kemi diskutuar disa gjëra që mund t'i bëjmë më mirë. Normalisht ajo që u a them të gjithëve që në fillim është që biznesi i vogël ka tatim zero dhe kjo është një gjë që neve na ndihmon goxha. Kemi diskutuar për pjesën e turizmit, për gjërat që mund t'i bëjmë pak më mirë për sipërfaqet publike, apo për pjesën e taksave të hotelerisë dhe për kozgjatjen e tyre. Shpresojmë që do kemi një mundësi që t'i ndryshojmë në momentin që ose të bëjmë disa gjëra më mirë. Besoj që në bashkëpunim më të mirë edhe me sektorin e hoteleri turizmit, mund të bëjmë diçka të mirë bashkë. Çfarë duhet bërë më mirë dhe më shumë për biznesin sot? Biznesi në Vlorë është fryma e ekonomisë vlonjate dhe duhet përkrahur part tjetër. Domethënë, ata janë ata që hapin vende pune, që ngrën ekonominë vlonjate. Besoj që një njeri që vjen nga ekonomia dhe që vjen nga bota e financave dhe gjithashtu e biznesit mund t'i konsideroj problemet e tyre më mirë, sepse këto probleme janë të përbashkëta. Tani se kush janë specifikisht, këtë nuk ta them këtu. Akoma jo. Zënja Çakëri, ju jeni në listën e hapur të Partisë Socialiste për deputete, tatë që po ju presin mirë qytetarët, por sa e vështirë do t'jetë që ta fitoni mandatin? Pas do duhet të merrni vota personale, pavarësisht ju keni bërë një punë të mirë gjatë kësaj fushate, duke shkuar dermoder tek qytetarët, tek biznesi, për t'ju prezantuar, për të sjellë programin tuaj, për të sjellë idetë tuaja. Sa e vështirë është për ta finalizuar me sukses në 11 maj? Vetë politika shumë intensive, nuk ka sfida që mund të thua që nuk janë të vështira. Megjithatë, unë kam shumë besim tek njerëzit. Nga mënyra se si ata më kanë pritur dhe më kanë mbështetur, mendoj që do të jem në parlament. E pres këtë gjë vetëm nga gjithë kjo energji dhe nga njerëz që unë kanë ardhur dhe më kanë takuar dhe vetë. Jo gjithmonë ju kam shkuar unë, po mundojmë që të shkoj në gjitha shtëpit, qofta dhe në palate, le të jenë 10 kate, do në gjithem dermoder edhe t'i takoj t'ju jap dorën. Do njërë ti nuk e di fare se kush do të përgjigjet. Megjithatë, qofshin këta, siç e thash pak më parë, elektorat gri apo të djathtë, unë nuk ulesh asnjëherë të kërkuar i votën. Me kë keni sfidën apo garën brenda listës së Partisë Socialiste? Ka një emër? Unë mendoj që sfidën e kam me veten, sepse jam një figurë që nuk gjasoj as pak me të tjerat. Jam një vajzë e re. Vi nga politika pa tjetër, nuk vi nga administrata, vi pa shumë kosto nga mbrapa, mendoj të një figure që ka qenë edhe herë tjetër, sepse unë e konsideroj dhe kosto që ti ke qenë herë tjetër në parlament dhe duhet t'i rimbushësh mendjet njerëzve, por mendoj që është, nuk e shikoj drejt për drejt me dikë, se ne jemi një skuadër që mbi të gjitha qëllimi është i përbashkët, familja madhe socialiste dhe numri 5. Pra nuk keni asnjë kundërshtar. Jo, mendoj që sfidën e kam drejt për drejt me veten time, sepse nuk, siç ta thash si figurë, nuk gjasoj me asnjë tjetër. Çfarë keni ndryshe nga të tjerët? Apo nga të tjerat e listës? Së pari, unë ving me formimin nga bota e financës dhe ekonomia na prek të gjithëve, dhe kjo është shumë e rëndësishme për të kuptuar. Nga ana tjetër, vin një figurë e re, jam vajzë 33 vjeçe, me energji, një njeri që e ngre zërin kudo dhe nuk e kam problem për të kërkuar atë të drejtën qoftë time, qoftë të tjerëve, qoftë për të zgjidhur një problem. Dhe mbi të gjitha, jam një njeri që e kam mbajtur dhe e mbaj fjalën. Një njeri i punës që ka bërë 4 punë një herë, do thotë që jam si pjesa më e madhe e të gjithëve, e të gjithë njerëzve të thjeshtë. Zënja Çakëri, na njihni pak me programin e Partisë Socialiste, nëse flasim në përgjithësi tashmë, sepse edhe mollësisht e kanë prezantuar zoti Rama apo edhe të tjerë drejtues të lartë Partisë Socialiste, por cilat janë disa nga pikat apo disa nga elementët kryesorë të këtij programi që kanë tërhequr dhe vëmendjen tuaj? Atëherë, pika më e rëndësishme për mua ose e para është rritja e pensioneve. Ne kemi dhënë disa herë kontribute ose kemi dhënë disa bonuse, po themi. Megjithatë, brenda këtij viti duhet të kemi rritjen e parë. Nga ana tjetër, një gjë shumë e rëndësishme është dhe vazhdimi i rritjes së pagës minimale. Do të rriten akoma më shumë pagat e infermierëve dhe të mjekëve. Do kemi hapje akoma më shumë të spitaleve. Pra, të gjitha këto fusha që prekin ekonominë e përgjithshme. Do kemi dhe mundësi për të patur dhe programet në shkolla të ndryshojnë edhe për kozgjatjen që për prindit që janë në punë, për fëmijët që të mund t'i kenë në shkollë dhe t'i binde detyrat në shkollë.
Pra ka shumë gjëra plus dhe kemi shumë punë për të vazhduar që nuk janë mbyllur akoma, që kështu nuk e bën askush tjetër përveç Partisë Socialiste. Patjetër që nuk do të mungoj vëmendja e Partisë Socialiste për Vlorën, nëse do të marrë një tjetër mandat 4 apo jo. Patjetër kjo është gjë e parë që kam thënë në daljen time publike, që unë i kërkoj kryeministit Rama drejt për drejt që ne të vazhdojmë të mbahemi me hatër në krahasim me gjithë respektin dhe dashurinë për qytetet e tjera, ne vlonjatët e meritojmë të mbahemi pak me hatër, sepse mund të kthehemi në Vlora të kthehet në mbretëreshën e turizmit në të gjithë rajonin, ashtu siç vlonjatët e meritojnë. Si është marrëdhënia juaj me kryeministrin Rama? Ju pam kur ishte këtu në Vlorë që qëndruat disa kohë për krah të tij, edhe qoftë në pallatin e sportit apo qoftë edhe te takimi me të rinjt. Pra çfarë beson Rama tek një e re si ju dhe sa e ndjeni ju mbështetjen e kryeministrit edhe për faktin e prejardhjes tuaj familjare, patjetër? Patjetër që kryeministri më njeh si një socialiste, si një kontribuese mbi të gjitha, por këtë herë jemi në kushte pak më ndryshe, nuk do isha këtu pa përkrahjen e tij. Bisedat janë gjithmonë për punën e tanishme dhe kam shumë mbështetjen patjetër të kryeministit, siç e ka gjithë skuadra. Ju keni një program tuaj që vini pra veç programit që ka Partia Socialiste, apo jeni në unison me këtë program e për të lobuar më pas për të vendosur atë edhe më mirë në zbatim në mandatin e 4 të qeverisës? Programi së pari është programi vetë i Partisë Socialiste. Një program personal ti nuk mund të kesh, megjithatë unë jam shumë partizane e faktit që do doja të mblidja në momentin që do mbaroj gjithë fushata, të mbledh sërish grupet e interesit si pas fushave të ndryshme që kanë dhe të diskutojmë gjëra që mund t'i bëjmë më mirë. Kjo është mënyra e vetme që ti mund të punosh, sepse si pas fushave që janë, ata mund të thonë se i njohin mirë gjërat e tyre, se cili si pas biznesit, si pas shkollave, si pas kopshteve, ata e din mirë çfarë duhet të bëjmë më mirë, sepse janë ata që jetojnë dhe punojnë. Për thoni që kjo është gjëja më mirë që pasi të ketë fituar mandatin e 4 të fillojmë sërish takimin dhe të fillojmë punën. Të dëgjojnë qytetarët, dëgjohet biznesi, grupet e interesit. Dhe për të çuar edhe më mirë zërin në parlament. Besoj që po, sepse ata i shikojnë më mirë ato problematikat që neve kemi ose gjëra që duhet të rregullojmë. Ata mund të na bëjmë këtë urën e komunikimit të raportimit të drejtë për drejtë dhe më pas mund të shikojmë se çfarë mund të bëjmë të gjithë bashkë. Është e gjitha çështja e bashkëpunimit, qoftë me grupet e interesit, qoftë me qytetarët. Dhe sigurisht edhe me bashkinë. Veç çështjeve që janë me impakt, siç është rritja e pagave e pensioneve, kryeministri Rama po prezanton me të madhe pasaportën europiane të Shqipërisë, Shqipërinë 2030. Mbetet ky një premtim elektoral apo ju besoni realisht që ka ardhur momenti dhe kjo qeveri, Partia Socialiste, e çon vendin drejt Bashkimit Evropian brenda kësaj periudhe që po flasim? Partia Socialiste është e vetmja parti që ka parë gjithmonë interesin kombëtar të Shqipërisë. Kjo është një gjë, domethënë që njihet botërisht. Nga ana tjetër, kryeministri Rama çdo premtim që ka dhënë e ka mbajtur. Që ne jemi në kushtet më të mira për të qenë në atë varkën drejt Bashkimit Evropian, kjo është një gjë që e din të gjithë. Do të na sjellë shumë të mira dhe nuk është asnjë moment për të neglizhuar, sepse kjo është një moment historik, ky është një revolucion që do të ndodhë për Shqipërinë. Ka ardhur më në fund koha që ylli shqiptar të bashkohet gjithë yjeve të tjera të Bashkimit Evropian. Prandaj kjo është një luftë më e madhe se vetja. Kjo është një luftë për të gjithë. Dhe ju si e re besoni? Unë e besoj patjetër, se ndryshe po mos ta besoja nuk do isha këtu. Dhe këtë gjë duhet ta besojnë dhe të rinjtë e tjerë si ju? Patjetër që po, në të gjitha diskutimet madje dje vi nga një takim me të rinjt dhe kemi diskutuar pikërisht këtë pjesën, qoftë të shkollimit, qoftë edhe të pasaportës europiane, të gjërave që mund të na bëhen neve më mirë, të financimeve dhe fondeve që mund të vinë Shqipërisë, siç i kanë shtetet e tjera, se dhe kur kemi pasur probleme qoftë të pandemisë, ne i kemi zgjidhur përgjithsisht me ato mundësirat tona dhe siç thotë edhe kryeministri duke lypur pak ndihmë nga të tjerë. Nëse ne do të ishim pjesë e Bashkimit Evropian, nuk do ta kishim kaq të vështirë, pavarësisht se çdo gjë u zgjidh. Si po ju presin të rinjt, zonja Çakëri? Pra si e presin kandidaturën tuaj të rinjt kur i takoni ata në takime spontane apo edhe në takime që organizoni? Me të rinjt e kam marrëdhënie shumë të thjeshtë dhe shumë të drejtë për drejtë, se vin shumë e natyrshme, duke qenë se ju vi afër moshës disi po themi, e kemi komunikimin të drejtë për drejtë dhe ata i thonë gjërat ashtu siç janë. Madje më ka rastisur përpara një jave më erdhi një i ri që nuk e njihja në zyrë, edhe më tha që më thuaj pse duhet votoj këtë herë. Nuk po them pse duhet votoj ty, po pse duhet të votoj. Dhe kemi bërë një bisedë diku te 40 minuta,
Dhe më pas nuk e pash më për disa ditë djalin, ndërsa filloi të vinte në të gjitha takimet vet që kishte marrë njoftim. Dhe për mua ajo ishte një fitore që ai familjarisht do votonte. Por të rinë t'i thonë gjërat, kjo është bërë mirë, kjo s'është bërë mirë, këto probleme i kam unë apo familja ime, dhe marrin disa përgjigje që ndoshta edhe për shkak të mungesës së informacionit. Pra duhet të kemi një urlitse këtu. Dhe kur ai u pyeti pse duhet votoj unë Partinë Socialiste, pse duhet votoj Birzeta Çakërin, çfarë i thatë? Unë besoj që në një natë dimri nuk do mjaftonte të them një sër me arsye që pse të gjithë duhet të votojnë Partinë Socialiste, sepse së pari ka bërë çdo gjë që ka thënë. Ne jemi këtu falë çdo gjë të mirë të bërë nga Partia Socialiste. Shikojmë një fluks turistësh, investimesh, kemi aeroportin tani shumë afër që do të fillojë funksionimin e tij. Domethënë janë të gjitha plus për ekonominë e Vlorës. Kush më përpara e mendonte këtë? Jo që ne për shembull të kishim aeroportin më të madh në rajon. Qoftë edhe për problemet e tyre të vogla, për shembull për aplikimet që duan për shtëpitë. Ata nuk e dinë që bashkia bën njoftim, sepse kanë mungesë informacioni që të mund të aplikojnë të gjithë ata që kanë nevojë për kredi të buta, por për aplikimet e shtëpitë e antibanesave. Pra ka një mungesë informacioni këtu. Si e vlerësoni ju votën e diasporës? Diaspora ka nisur të votojë në fakt, se për kë votojnë e di ajo, e din emigrantët tanë atje, por si mendoni ju do të jetë vota e diasporës? Do të jetë vot për Partinë Socialiste apo vot kundër Partisë Socialiste dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore? Atëherë patjetër që mendoj që do të jetë, edhe jam shumë e bindur, do të jetë një vot për Partinë Socialiste, sepse ata janë të parët, ata që prekin në momentin që vinë dhe rikthehen në Vlorë edhe në Shqipëri, të gjitha investimet e bëra, dhe ndryshimin e nivelit të jetesës të gjithëve ne. Madje që dhe mendojnë të kthehen. Unë kam bërë disa takime, sidomos në Itali dhe në Greqi, dhe kam shumë përkraje nga njerëz që edhe nuk i kam njohur më përpara, sidomos për faktin që çdo gjë të mirë që ka bërë qeveria Rama dhe faktin që ne jemi këtu sot. Pra ata vinë të parët që i prekin. Mendoj që gjithë, domethënë pjesa më e madhe e diasporës sigurisht që do të jenë për krah Partisë Socialiste këto zgjedhje. Ju keni kontaktuar me emigrantët shqiptar, keni shkuar aty, keni zhvilluar takime apo i keni mbajtur takimet edhe nëpërmjet telefonit? Dhe a keni marrë mbështetje personale për tyre? Atëherë takime sigurisht që i kemi zhvilluar edhe thash në Itali dhe në Greqi, në disa qytete. Më pas kemi mbajtur kontakte edhe të drejtë për drejtë, qoftë nëpërmjet telefonit, qoftë nëpërmjet rrjeteve sociale, sepse njerëzit fillojnë të kontaktojnë edhe vetë. Domethënë ai mund ta ketë idem fare se kush jeni ju si kandidat apo si kandidate, megjithatë të kontakton, mjafton që ti përgjigjesh njerëzit dhe të kenë një derë hapur, ata nuk kanë nevojë realisht për neve, sepse kanë ngritur jetën e tyre andej. Megjithatë së fund, sido që të jetë ata janë shqiptarë. Dhe këtu e kanë shtëpinë e tyre. Dhe mbi të gjitha kam parë një përkrahje tepër të madhe për sa i përket Partisë Socialiste, se për kandidatë është tjetër gjë, po mbi të gjitha është Partia Socialiste. Përkaq që Partia Socialiste duket se ka vendosur një objektiv për të marrë 9 mandate në qarkun e Vlorës nga 8 që ka aktualisht. Sa i mundshëm është që ta arrihet? Kjo është një sfidë realisht, është për të thënë që është një sfidë, megjithatë ne kemi shumë besim. Kemi shumë besim që do të arrijmë këtë gjë. Nuk kemi rreshtur të gjithë si skuadër së punuari në të gjithë qarkun, dhe është e vetmja mënyrë që ti të mund të arrish në të mandatet është vetëm e punë. Prandaj kemi besim tek njerëzit dhe nga mbështetja të thash edhe qoftë edhe nga elektorati gri. Nga ata njerëz që më përpara nuk do të shkonin të votonin. Po ndërkohë 6-6 i ka bërë llogarit opozita, Partia Demokratike dhe Koalicioni për Shqipërinë Madhështore. Pse mendoni kështu ju? Apo thjesht është një kalkulim i tyre, dëshirë, çfarë? Unë kam thënë dhe tjetër që ata asnjëherë nuk din të bëjnë llogari. Po të vi puna te matematika, këtu Partia Demokratike dhe të gjithë partitë e vogla si motrat e tyre dështojnë. Prandaj nuk mundet të marrë kur as Partia Demokratike as në një parti tjetër në Vlorë 6 mandate. Vlora nuk mund të kthehet pas, as Shqipëria të kthehet pas në të gjitha ato gjëra që ka kaluar Vlora në kohën që ka qenë Partia Demokratike në pushtet. Që kështu vlonjat nuk e kthejnë kohën pas, as te Sali Berisha, as te të tjerët. Se keni ndjerë gjithë kësaj fushate elektorale faktin që vini nga një familje vjetër vlonjate, nga një familje me kontribute në Partinë Socialiste, ju ka ndihmuar kjo gjë? Kjo është plusi më i madh. Ti nisesh, domethënë, që në fillim të rrugëtimit me këtë plus. Sigurisht të qenit një familje e vjetër vlonjate të jep shumë kredibilitet sepse ti vjen nga një familje e njohur mbi të gjitha. Vjen nga një familje që ka kontribuar qysh në historinë e vendit, që në kohrat e luftës, dhe këto janë të gjitha pluse. Plus që janë njerëz që gjithmonë kanë kontribuar, edhe pse mund mos të kenë qenë pjesë të larta të politikës.
është një gjë shumë plus në atë time dhe më jep shumë pikë në mënyrën se si njerëzit më presin. Ku do të fushata juaj nga kundërshtari? Pra, flas si subjekte politike tani. Unë kundërshtari nuk e shikoj në fushat, nuk e di realisht po bëjmë fushat apo jo, ndoshta e din që do të mbasin këtë të gjashtë e thonë sa për mediat, ku di për çfarë e thonë, por nuk i shikoj në fushat, nuk i shikoj as pak në fushat, nuk e di kush është në zonën time elektorale, kush është, as nuk e kam ident. I shikoj me grupe, siç ndeshemi ne, ndoshta edhe me njëri tjetrin brenda partisë, që ndeshemi rrugëve duke takuar njerëz. Ata nuk i shikoj as gjikundi. Këtu po në të gjithë Vlorën po ndihet vetëm një fushat vetëm nga Partia Socialiste. Ju jeni në rajonin 3? Unë jam në rajonin 3. Aha, si po ju pret rajoni 3 dhe çfarë problemesh ka sot rajoni 3 që kërkojnë zgjidhje për jush nëse nesër do të jeni deputete? Rajoni 3, e kam thënë herë tjetër, është zemra e Partisë Socialiste në Vlorë. Problemet janë disi të infrastrukturë. I referoni rezultateve që gjithmonë ka patur Partia Socialiste. Po, janë socialista të flakt. Megjithatë, ata një pjesë që siç e kam diskutuar deri tjetër kanë problemin e kanalizimit sepse janë duke u punuar për të gjithë pjesën e ujit që ne të mund të kemi ujë 24 orë dhe nuk ka përfunduar akoma rjeti. Pastaj për sa i përket rrugëve është përfundoi rruga te Albano Romina, nuk e kam përmendur deri tjetër, dhe gjithashtu pjesa nga mbrapa të institucionit të sigurimeve dhe atje do filloj të bëhet rruga. Gjithë buxheti i bashkisë këtë vit është vetëm me investime në infrastrukturë dhe sidomos në zonat ku kanë pasur shumë problematika. Kanë kaluar dhe fondet dhe pritet të vazhdoj puna deri në fund të vitit të përfundojnë. Do të jeni ju një zë i fuqishëm parlament për rajonin 3 me që sipas jush është dhe zemra e Partisë Socialiste? Sigurisht që po. Ju detyrohem së pari atyre dhe mbi të gjithë Vlorës, të gjithë socialistëve. Nuk mund t'i ndaj më pas, nuk i ndaj. Sepse ju prisni vota nga të gjithë në këtë fushatë. Jo vetëm se pres vota nga të gjithë, po besoj që qyteti është njëm. Në momentin që mbaron fushata, ne jemi një të gjithë bashkë. Ka një histori apo një personazh që ka mbetur në mendje gjatë kësaj fushate që keni takuar dhe që doni ta ndani sot? Një histori nuk mund t'ju them, por ditë them që në mendje kam të gjithë njerëzit e thjeshtë. Të gjithë njerëzit e thjeshtë që më kanë bërë të njoh një realitet krejt tjetër, të njoh sa më shumë njerëz dhe të kuptoj që kemi shumë punë për të bërë. Kemi vërtet shumë punë për të bërë dhe njerëzit kanë nevojë qoftë edhe vetëm të dëgjohen. Duhet të jemi shumë të hapur në biseda, në komunikime dhe në marrëdhënie të drejtë për drejtë me njerëzit. Pra në momentin që fushata mbaron, aty fillon puna. Duhet të fillojmë sërish me takime, duhet të shkojmë sërish deri më der si shkuam tani dhe siç po shkojmë tani. Ndryshe nuk kemi asgjë kundi, nuk do të ishte drejt kundrejt të gjithëve dhe mbi të gjitha nuk më duket normale, nëse nuk je në një marrëdhënie të drejtë për drejtë me njerëzit. Histori kam plot, por mbi të gjitha unë jam e rrethuar nga elektorati që janë socialist, domethënë ata gjejnë veten si socialistë 24 karat, thonë nga gjithë lista ju jeni shumë socialistë, dhe normalisht të gjithë janë socialistë aty. Megjithatë, historitë janë që nga 91-shi edhe deri më sot kur takojnë kryeministrin për faktin që ai vetë sepse njerëzit kanë komunikime të drejtë për drejta me kryeministrin, qoftë kur kanë një problem i shkruajnë dhe domethënë gjen kohën që të kthej përgjigje të gjithëve dhe kjo është një gjë fantastike, jo më mos të gjej kohën një deputet. Si janë marrëdhëniet tuaja me drejtuesin politik të qarkut, me kryetarin e bashkisë apo me drejtues të tjerë të Partisë Socialiste këtu në Vlorë? Tani me drejtuesin politik të qarkut sigurisht janë më të mira sepse është mbështetja e parë që më dha për të qenë në listë. Pra ai ja u komunikoi i pari. Jo vetëm që na ma komunikoi i pari, por mbi të gjitha ka qenë një nga ata që ka vendosur emrin tek lista. Pra ishte ju për zgjedhjen e tij? Besoj që po. Sigurisht edhe kryeministit, por mbi të gjitha vetë drejtuesit politik. Nga ana tjetër, për sa i përket kryetarit të bashkisë, marrëdhëniet mund të them që jam nga më të mira, sepse ne kemi bashkëpunuar në këto 2 vite. Unë kam qenë kampione e tij që në fillim për të dalë për të bërë një fushatë të hapur, që në momentin e parë që erdhi dhe opozicioni si emër, qoftë dhe kur ne bëm një zgjedhje brenda partisë tonë për të vendosur midis 2 emrave se kush do të ishte kandidatur për kryetar bashkie dhe e kam mbështetur hapur që në momentin e parë. Kemi marrëdhënie shumë të mirë pune, se normalisht ti je pjesë e Këshillit Bashkiak është gjithashtu punë, pra ti duhet të raportosh probleme, të ngresh zërin për qytetarët, është shumë profesionale e gjithë. Dhe sa e keni bërë ju këtë gjë në Këshillin Bashkiak? Pra sa keni ngritur zërin për qytetarët, sa i keni zgjidhur atyre problemet që kanë patur? E kënaqur me aq çfarë keni bërë deri në këtë moment? Jam shumë e kënaqur me përgjigjet që vetë kryebashkiaku Ermal Dreda më jep në të gjithë rajonin 1, sepse kur unë kam qenë pjesë e Këshillit Bashkiak, jam pjesë e rajonit 1.
Është mandati i dytë ky. Ky është mandati im i dytë. Megjithatë, ky është akoma më intensiv sepse tani jam pjesë e rajonit 3 dhe kur e din që jam dhe nga Këshilli Bashkiak, unë duhet të punoj realisht për dy rajone. Marr përgjigje të drejtë për ditë edhe nga të gjithë drejtoritë që ka vetë bashkia, se s'është e thënë që për çdo problematik ju të shkoni tek kryetari i bashkisë. Janë bërë pak xheloze të rajonit 1 që nuk shkuat atje si kandidate për deputet? Ata nuk janë xhelose, gjysma e rajonit 1 janë vetëm çakër dhe janë në lagjin Aero Çakëri, nuk mund të jenë xheloze. Do ishte si e familjes, kështu që më mirë. Unë e kam bërë fushatën time edhe në rajonin 1, nuk i haroj asnjëherë, ata e dinë shumë mirë që janë vetë zemra ime që kështu. Në disa fjalë apo disa shqetësime, disa probleme që keni ngritur në Këshillin Bashkiak, gjithmonë keni qenë ajo Briselda rebele në kuptimin e mirë të fjalës për të zgjidhur qytetarët. Do të jeni po e njëjta edhe në parlament? Nuk do të mund të ishte ndryshe se nuk mund të dalë kundër natyrës time. Në qoftë se është një gjë për të thënë dhe për të ngritur zërin, do ta bëj patjetër. Të qenit një personazh shumë i fortë dhe kompleks, e ka thënë vetë edhe kryeministri në prezantimin e parë që më ka bërë, sepse jam shumë e fortë në të drejtën për të ngritur zërin për qytetarët. Jam pa kontroverse në kuptimin që qoftë se një gjë duhet bërë, nuk ka rëndësi, do ta bëjmë patjetër. Do ta bëjmë patjetër, ju a kemi premtuar njerëzve, është një punë e mirë për të bërë, pastaj për sa i përket për të bërë pjesën apo për të bërë pjesën e debatit me opozitën, atë bëj dhe vërtet shumë mirë. Ajo më vjen shumë me zëmër. Në Këshillin Bashkiak. Atë bëj me zëmër. Madje edhe në këtë studio. Ishte një ndër bisedat më të bukura ajo që kemi bërë me gratë e pozitës. Ju kam thënë derë tjetër, ju keni qenë një augur shumë i mirë për mua. Patjetër jemi me fat si studio, po dhe unë personalisht po flasim edhe si studio. Që i urojmë fat deri në fund të kësaj gare, dhe pse jo dhe përtej saj. Patjetër. Zonja Çakëri, vazhdojmë ende këtë intervistë. Ju thatë se do të qëndroni në Vlorë. Se në Vlorë? Pra, jeni shumë e lidhur me Vlorën, doni që t'jeni pranë njerëzve dhe pikërisht sepse ata do ju japin votën, apo ju pëlqen Vlora se është e bukur, jetohet më mirë se në Tiranë, Vlora është e bukur, kjo gjë nuk diskutohet fare. Megjithatë, unë nuk jam larguar asnjëherë nga qyteti. Jam shumë e lidhur shpirtërisht me njerëzit dhe me gjithë qytetin. Nuk mundem asnjëherë të largohem, u thash dhe pak më përpara që nuk mundesh ti të jesh në Tiranë dhe të punosh për blonjatët. Nuk punohet me korrespondencë, punohet këtu. Jam shumë, i mëshoj shumë kësaj gjëje, pra mendoj që të gjithë ata që janë deputet duhet të qëndrojnë në Vlorë, që të punojnë këtu. Janë një zë për të përshuar në Tiranë, ama duhet të punojnë këtu. Lidhja ime me Vlorën është shumë e fortë. Nuk do ndërroja me asnjë qytet në botë realisht. Si është situata në Partinë Socialiste sot? Pra sa e bashkuar është ajo, sa e fortë është ajo për të synuar e për të dhënë vota që të rikonfirmohet sërish në pushtet në 4 vitet e ardhshme dhe për të marrë 9 mandate. Pra ndoshta 8 do t'i kishit të sigurt, sepse ju normalisht nuk doni të uleni nga mandati që keni aktualisht. Pas do t'ishte jo pozitive që të shkonit në 7-5 për zëm, apo 6-6. Pra, a ka frym në Partinë Socialiste për ta thelluar këtë rezultat, si kundër ju e keni thënë? Tani, ne jemi një skuadër e gjithë. Qoftë në Vlorë, qoftë në të gjithë Shqipërinë. Numri 5 dhe Partia Socialiste është më e madhe se çdo sfidë jona personale. Sigurisht kemi një bashkëpunim të përkryer me njëri tjetrin, kemi një logjistikë perfekte në Partinë Socialiste. I njohim mirë sfidat, e njohim mirë fushatën, ndryshe nuk do të kishim kaq betejë dhe fitore të herpashershme, të njëpasnjëshme. Absolutisht nuk do ta diskutojmë faktin që Partia Demokratike mendon që do marrë 6 mandate, këto janë utopira që ata i kanë dhe kanë probleme realisht me matematikën në Vlorë. Vlora nuk mund të kthehet kur pas. Që kështu të gjithë njerëzit e dinë se kjo mbështetje vjen nga njerëzit e thjeshtë, që është akoma puna për të vazhduar, kemi akoma punë për të bërë dhe punët e mira i bën vetë Partia Socialiste. Ndërkohë të njëjtën, pra nesër do të jetë mitiku përmbyllës apo i fushatës. Si do të organizohet, apo nuk na zbuloni dot, dalim surprizë, madje ju ftojmë të vini të gjithë nesër në mitingun përmbyllës me pjesëmarrjen e veçantë të kryeministrit. Zonja Çakëri, cila do të jetë puna e parë që do të bëni nëse do të zgjidheni deputete? Pra çfarë do të synoni që të realizoni si fillim për qytetarët? Në momentin që do të mbarojë gjithë fushata dhe do të konfirmohet që do të jem pjesë e parlamentit, puna ime fillon me njerëzit e thjeshtë, siç e bëra fushatën tani që shkova derë më derë
do shkoj prapë sërish. Për të dëgjuar tashmë anën tjetër dhe për të parë çfarë mund të bëjmë më mirë. Nuk do të ndalë kur së thëni që do shkoj prapë sërish siç kam shkuar me të gjithë skuadrën që më mbështet. Por edhe në këto pak ditë që kanë mbetur të fushatës, ju do të vazhdoni të jeni në teren apo jo? Ne kemi një slogan që armiku fle pëse jas fle, që kështu jemi deri në orët e vona, të gjithë në fushat. E gjë të thotë ky slogan se e kam parë, e përdorin do të thotë që armiku është thjesht në kuptimin figurativ, bëhet fjalë për kundërshtarin në politikë, se normalisht nuk shikoj parë në fushat. Nuk jam shumë informuar se çfarë bëhet në qytete tjera, por në Vlorë nuk janë asgjë kundi. Nuk i shikoj as në media, as në takime, përveç një takimi që u bë të sheshi 3 rasat, vetëm atë, as një gjë tjetër. Në Çakëri, kush ju frymëzon në politikë? Në politikë mua më frymëzon njerëzit e thjeshtë. Bëti jem mbështetja dhe zëri i tyre, sepse vi nga radhët e njerëzve të thjeshtë. Po në jetën e përditshme? Sërish qëndroj tek ato familjet tona, qoftë të mëdha, qoftë të vogla, shqiptare, vlonjate, si të doni quheni. Jam shumë mbështetëse dhe i besoj shumë kësaj gjëje, që me punë arrihet çdo gjë, dhe mbi të gjitha me thjeshtësi, duhet të jemi shumë të thjeshtë. Mendoni se do të kemi zgjedhje të lira të ndershme, nuk do të ketë kontestime pas 11 majit, pra këtë fushat, si ka qenë gjua e përdorur në këtë fushat, që më pas mund të reflektohet edhe në ditën e zgjedhjeve. Pra mendoni se do të jenë të qeta, është zhvilluar tashmë një strukturë spakut me prokurorinë e Vlorës që do të hetojë edhe krimet zgjedhore? Mendoj që zgjedhjet do të jenë të qeta, normalisht të kontestueshme, i presim nga Partia Demokratike, sepse madje sot në mëngjes kryeministri publikoi një video ku në çdo zgjedhje që nga 97-a deri sot që thotë vetë kreu i opozitës, po themi, që nuk një asnjë palë zgjedhje. Nga ata e presim, për të tjerët sigurisht që fushata do të jetë vërtet shumë e qetë. Por nga ana tjetër Partia Demokratike ka denoncuar disa që ajo quan investime për efekt elektoral, siç janë asfalti elektoral në disa rrugë të qytetit. Keni një përgjigje edhe si kandidat në përgjigje? Pra janë këto vërtet që bëhen për efekte elektorale të zgjedhjeve, apo janë të përcaktuara dhe të parashikuara në projektet e bashkisë? Tani, nëse mund të futen të gjithë dhe të shkojnë buxhetin e bashkisë, të shkojnë investime që ju thash në infrastrukturë që janë në fillim të intervistës, atje do të shkojnë që intervista, kjo, më falni, bashkia ka një plan të gjithë vetëm me investime në infrastrukturë. Dhe një pjesë e madhe e këtyre investimeve ka filluar pa filluar fushata. Tani ti lëm punët në mes, atë Partisë Demokratike kështu i lëm punët në mes, apo të opozitës, çfarë do lloj qofshin. Partia Socialiste nuk i lë dot punët në mes. Na flisni pak për familjen tuaj. Pra me që ne edhe në emisionin e parë mund ta bëra këtë pyetje, ju prezantuat edhe pak më gjerësisht, familjen tuaj e njohin, por duke qenë se jemi në prag të zgjedhjeve ku qytetarët do të vendosin që edhe t'ju votojnë ju, kush është edhe njerë Briseida Çakëri, duke nisur nga aktiviteti juaj, formimi e deri tek familja? Briseida Çakëri është vajza e Vlorës, e rritur në një nga lagjet më të vjetra të qytetit, në lagjen Muradie. Jam rritur në ato shtëpit me gjyshur, me gjyshin dhe gjyshin brenda, në familjet e mëdha, siç kanë qenë aso kohë. Kam mësuar vlerat e mikpritjes, të bujarisë, të buzëqeshjes gjithmonë dhe të një dere që qëndron hapur ku nuk e nevojë të trokasësh. Kam mësuar normalisht për politikën që në fillimet e mia, kam dëgjuar për politikën në vitin 97 dhe më pas normalisht duke u rritur edhe duke qenë më profesionale në këtë pjesë. Mbi të gjitha e kam këtë gjë shumë me zemër. Kam mbaruar studimet, siç kam thënë edhe herë tjetër, në një pjesë në Vlorë, një pjesë jashtë në Itali. Mbi të gjitha, Briseida është një vajzë e punës. Është një vajzë që ka punuar dhe ka bërë 4 punë njëkohësisht pa dashur të mbështetet në asnjë vend tjetër. Njerëzit që punojnë janë njerëzit që mbajnë jo vetëm ekonomitë vlonjate, por dhe njohin të gjitha peripecitë. Ju kam thënë disa herë sot, se më duket sikur përsërit veten, që ti je deputet, do të thotë të punosh. Nuk është privilegj, karrika nuk është privilegj, 4 vite ikin shumë shpejt. Po nuk e konsideruan punë, nuk e di, nuk mund ta konsiderojnë as edhe një gjë tjetër. Briseida është një vajzë shumë e thjeshtë, vjen nga radhët e njerëzve të thjeshtë. Besoj që do të ishte një përkrahje shumë e mirë për të gjithë njerëzit, mbi të gjitha dhe vetë fusha ime që është ekonomia, është mbështetje për të gjithë vlonjatët. Sepse vetëm një ekonomiste ose një financiere, dhe sigurisht unë jam duke mbaruar studimet doktorale në fushën e riskut financiar,
dhe mbi të gjitha për ekonomitë familjare dhe për finansat familjare, për një edukim financiar, kjo do të thotë që i njoh mirë të gjitha peripecitë që ne po kalojmë dhe çfarë gjërash mund të bëjmë më mirë. Mendoj që të gjitha këto janë pluset tek unë. Ju keni gjetur njëri në tuaj të zemrës? Po, nuk e kuptoj sa po këto pyetje. Jo, ta bëra pyetje. Patjetër që e kam gjetur. Sepse ja u kam bërë të gjithë kandidatëve, po kandidatët këtu kanë qenë me gra, me burra, me bashkëshort, me bashkëshorte. Prandaj po të bëj ty. Unë jam e fejuar. Mbar. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Dhe duke qenë se po shkojmë drejt fundit, cili është mesazhi që u drejtoni qytetarëve të Vlorës, pse duhet votojnë ata në 11 maj Partinë Socialiste dhe Brisela Çakërin? Të votojnë Partinë Socialiste sepse është e vetmja parti që ka bërë çdo gjë që ka thënë. Të votojnë Edi Ramën për të pasur pasaportën evropiane, të votojnë njerëzit e punës dhe mbi të gjitha ka parë gjithmonë interesin kombëtar të Shqipërisë dhe interesin e Vlorës. Vlora ka një vend të veçantë në zemrën e kryeministrit, që kështu asnjë tjetër nuk mund ta bënte Vlorën, mos të harrojmë as edhe një herë dhe të mos kthehemi kurrë pas. Për sa i përket pse Brisela Çakëri, sepse vjen nga radhët tuaja, jam një njeri thjesht si ju, vin nga fusha ekonomisë, ajo që na prek dhe na dëm pak a shumë të gjithëve, dhe mbi të gjitha jam një njeri fjalës. Jam shumë popullore, shumë e thjeshtë, por shumë energjike. Duhen të rinj në parlament, duhen njerëz që kanë energji, duhen njerëz që nuk kanë filtra për t'i thënë gjërat ashtu siç janë, dhe mbi të gjitha që kanë guximin. Faleminderit, uroj suksese në 11 maj dhe pse jo të shikojmë parlamentin shqiptar. Shumë faleminderit. Urime. Faleminderit shumë faleminderit për ftesën. Shikues të nderuar, ishim në Fokus me kandidaten e Partisë Socialiste për deputete, Brisela Çakëri.